Po gjeri Bibli, mos të diskutone, në tani që la para statu. Prapa tjetër që janë gurët. Atje të vjetë themeli i betonit. Shpresojmë atë. Këto ashtë. Tu doli që në shumë bakë. A të tjo që i bakë, dojë da një gjithë minutave njështë gjatja. Unë me së rrugë. Unë me së rrugë. Sa e që ashtu dhe i përësit? Të të po dhe ka marrë. Po dimoj që të vinë me arë ataj. Të vinë për gjatën njës, gjatja se shkojmë në makinat më dhe, pa nëjse të vogta. Po më dhe të vogta. Të besoj këtu janë shumë hale, halë që prishet rruga, halë që janë shtëpi, halë që kryen ara. Situata është kritike për ashtu e se porashi na myti, s'ka që thot me na tje shikon vetë këtu. Ik më poshtë atje e ka hapur, a i që shiu math, u blokua dhe atje na ato këmarët, edhe jashtë ishë bërë, shtu themu, do të bënet kjo për ashtuja i këtë maj koha, të atje dhe atje duhet të ylli, se i kam në gurë tu.
Më tutje këtë se është futur 1,5 metra atje. Edhe do bjerë nëj makinë. E mban mend momentin kur bëri kohë e keqe? Ishte natën. Bëri ditën, po vazhdoj dhe natën, kishë rënë ajo këmarja atje i urës, e kishë blokuar, u detyrua, pastaj ja hipi kanalit. Edhe u prish kanalit si që shikon vetë. E mbuloj avllin. U fut se këte nuk vjen këte apo drejt të porta, e avlli kur e pastrova 2 pëllëm luc që e kish prur. Pastaj në stall të love më fut gjerë në bark të love. Në angarën e barit të veç atje poshtë vazhduar të kokë. Gjithnjësi ishte njëtësh, se kjo është rregulluar situata? Jo, tani gjendja më mirë është tani, s'ka dimër, se kur vjen dhe flasë për dimër tani. Po në qoftë se do vazhdoj kështu, absolutisht, bërda ditës, bërda orës, se tani e ka hapur atë aji. E bërda orës, po kaloj këtea, mos prit më. Dhe në qoftë se do ashtu, në qoftë se do dalë këtu, len e këtu që do iki, po se këj e shikoj këtë duket kanali gush këj, po për para ka qenë komplet hape në gjithë këtë fushën këtu, pllakalljet. Ndërsa sot është mbledhur në kanal. Prandaj mendimi im është që kur të bëhet, të paktën atje ku ashtu, të rregullohet gjatë janeje, të lihet ajo hapësira e kanalit, atje ku është, atje të vihet themeli asaja. Të mos gushtohet atje ku ka qenë, se këtu ujët merë ikën e poshtë, ndërsa këtu vjen direkt. Duhet të filloj me urgjentisht për të parë kanalin nga fillimi në fund, sepse po e lartë për vitin tjetër, kjo do kaloj dhe do bashkohet me lumin, edhe do jetë fatkeqësi e madhe. Pra çdo vones shton kostot dhe ky do riparim nga e para deri në fund. Për të shuajtur kurreshtjen e instancave duhet vinë ta shikojnë nga afër, jo me pamje të censuruara. Duhet vinë ta shikojnë nga afër. Edhe riparimi duhet jetë sa më shpejt, sepse dimri tjetër që do vi do jetë fatal. Rrezikojnë tokat bujqësore se këtu shikojnë ka një gryerje shumë të konsiderueshme, si mendon? Tokat bujqësore rrezikojnë shumë, bile janë evidente, mund t'i shikosh dhe me sy, por për pjesë kësaj është dhe pjesa poshtë që është bërë gati argjenatura në shumë vende dhe rrezikon të dalë dhe në vende tjera. Bile tokat bujqësore janë evidente, mund t'i shikojnë dhe me sy.